kur flasim për me vdek një fëmijë, nuk flasim gjatë zakonshme, gjatë thjeshta, e në vështira, vëllai, në sprovë e madhe, është e vështirë. Mirë po edhe në këtë situatë duhet njëri me ditë mu gjindë, jeta vazhdan. Andaj, ka ardhur njëri tek Fudali ibn Iyad rahimahullah. Shikoj sot më që më kon tonë. Shikoj sot më që më kon. I ka thonë Fudali ibn Iyad rahimahullah, i ka thonë ka dek një fëmijë spamoj, çu mund të themi spamoj vëlla më kfill. Sy s'po më qelmo. Ka njerëz që kur i des dikush, për shembull, ka plot nga depresioni, nga mërzia, edhe gjithçka një të up kuptimin e vet. S'ka më për të kuptim kurrë. Domethënë veç shkon duke u shkym në kështu më radh. Nuk ka shkja udhës. Do të me gjetë forcë me vazhdu jetën tutje. E ka arë një të Fudali ibn Iyad rahimahullah, e është anku kalim këshirë. Ka thonë, vllai nderuar, nëse kishim me qenë në burg bashkë me djalin, ti dhe djalin në burg, e djali është lëshu para teja, a ishe gëzu? Po që shë gëzu? Tha tani ide, dunjaja është burg i muslimanit, a e lëshu për burgut para teje? Në shku në xhenet para teje? Shë ka që fa kuptimi, ata? Në ndush me këthy ka pala të të me shiku, jo ka pala e kundër të përën. Që ka që? Nëse dëmon e kalëshu zote për burgu dunjas, ku është kuaj? Në gjenet, me simtar, fëmi. Ani para teje ka shku në gjenet, një copë që ka mri në gjenet para teje, të pratë në gjenet. Nëse ti përshamë vonosh me në gjenet, në dërmecet e ka Allahu për ty, ti e gjithë më fitimtar. E për të ndërëzër, kur njëri ngushtohet, kur i ngushtohet njeriu pamja, i ngushtohet hapësira kur mënon veç me dunja. Dunja është e ngushtë, është e shkurt, problem dunjaja, problem.